Zonja dhe zotrin, drejt për drejt nga Pallati i Kongreseve, prezantojnë natën e dytë të festivalit të këngës në Radio-Televizionin Shqiptar. Me rrugëtimin e nisur një natë më parë, festivali 64 i këngës në Radio-Televizionin Shqiptar erdhi me një tjetër sukses natën e dytë. Në skenë janë gjitur 14 këngëtarë në garë bashkë me komponentët e tyre artistik, të cilët performuan live shoqëruar nga orkestra prestigjioze e Radio-Televizionit Shqiptar dhe bendi. Salla e mbushur plot e për plot, tregoi edhe këtë natë afërsinë me muzikën cilësore shqiptare në një skenografi të kuruar deri në përsosmëri. Skena ishte e të gjithëve, jo vetëm e artistëve në garë, por edhe e monologjeve me mesazhe të forta përjetimesh. Ajo që kam parë është që gjyqtarët dhe mjekët dhe me gruan është se janë njerëz si në të gjithë. Ashtu sikur ka një Shqipëri me halli me probleme, ka dhe një Shqipëri të bukur. E ftuara e parë mbrëmjes, këngëtarja Gala Dragot dhuroi një performancë autentike. Artistja u prit me entuziazëm nga publiku, duke sjellë një atmosferë melankolike dhe moderne njëkohësisht. E konsideruar si një nga zërat më modern dhe më të veçantë të brezit të saj, Gala Dragot mahniti sallën me stilin e saj të veçantë artistik, duke sjellë një atmosferë të re dhe bashkohore në skenën e Fest 64. Mes të ftuarve special në sallë në natën e dytë të festivalit të këngës të Radio-Televizionin Shqiptar ishte dhe Jean-Philippe Detender, zëvendësë drejtori i përgjithshëm i Unionit Evropian të Transmetuesve. Zoti Detender, një mik i Radio-Televizionit Shqiptar dhe Shqipërisë, u shpreh privilegjuar që ndodhet në festivalin e këngës, ndërsa vlerësoi talentet e artistëve shqiptar. I lumtur që jam këtu, fituesin e presim vitin tjetër në Vjenë. Pleasure to have you. Thank you for coming. Prania e tij nënvizon rëndësinë e festivalit të këngës si platformë për promovimin e muzikës shqiptare dhe për integrimin e saj në skenën europiane të muzikës, si edhe bashkëpunimit Radio-Televizionit Shqiptar me EBON. Festivali i 64 është ende në gjysmën e rrugës, por emocionet u shtuan dhe distanca drejt finales u ndje më e afërt. Krahas performancave të artistëve të kësaj nate, erdhi edhe një surprizë e veçantë nga një emër i dashur dhe i njohur ndërkombëtarisht i artit shqiptar. Në skenë u ngjit kryetari i jurisë tenori Ram Lahaj me një performancë të veçantë ku solli dy perla të muzikës shqiptare. Vetë mbet të ikonës së këngës Nexhmie Pagarusha dhe Shiu i verës të këngëtarit të njohur Naim Krasniqi. Natën e tretë, juria do të përzgjedh 23 këngët që do të udhëtojnë drejt natës finale, aty ku do të vendoset fati i çmimit të madh. Fituesi i festivalit të 64 të këngës do të shpallet përmes një bashkimi votash, 50% vlerësimi i jurisë dhe 50% vota e publikut përmes SMS-ve, duke fituar kështu të drejtën për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision. Fest 64 transmetohet drejt për drejt në RTS 1, RTS Muzik, Radio Tirana 1 dhe në RTK 4 në Kosovë.